Pas konkluzioneve të prokurorisë së Kosovës e bazuar në ekspertizën mjekoligjore e cila thekson se Astrid Dehari ishte vetë vrarë, është Qendra Kosovare për mbrojtjen e viktimave nga tortura, e cila publikon një tjetër raport për rrethanat e humbjes së jetës së aktivistit të vetëvendosjes, me fakte që bien në kundërshtim me ato të publikuara. Xhelal Zveçla, antar i kryesisë së lëvizjes vetëvendosje për Ora News, zbulon detajet e raportit. Thotë se ndihma mjekësore e dhënë në këtë rast nuk është profesionale, deklaratën e infermierës e cila thot se ajo Astridin e ka gjetë me puls dhe frymarrje normale, kurse urgjenca thot se Astridin e ka pranuar pa shenja jete. Disa fakte të këtyre raporteve zyrtare sipas lëvizjes vetëvendosje janë të pabesueshme. Instituti i Mjekësisë Ligjore nxjerr një raport të dytë, rrjedhimisht ka si shkak të vdekjes ka nxjerr 2. Në një është asfiksia. Shkakun e dytë, ndaljen reflektore të punës së zemrës, apo të ashtu quajturin refleks vazovagal, është e pamundshme. O Astriti ka vdek nga asfiksia, o Astriti ka vdek me njëherë. Të dyja këtu nuk shkojnë. Aktivisti Astrid Dehari humbi jetën në 5 nëntor teksa ndodhej i arrestuar në qendrën e paraburgimit në Prizren. Rrethanat e vdekjes së tij janë ende të paqarta, ndërsa prokuroria ende nuk ka mbyllur hetimet për këtë ngjarje.